I tha se ishte shumë I pathytyr dhe se I vinte keq që ai nuk e pranonte të vërtetën për atë që po ndodhte. Sipas tij, situata kishte kohë që zgjaste dhe nuk ishte diçka e re. Ai tha se vajza kishte rreth 70 digë që merrej vazhdimisht me të, duke krijuar tensione dhe situata të sikletshme. Për Tinin, kjo nuk ishte më një gjë që mund të anashkalohej. Ai mendonte se ishte e padrejtë që Miri po bënte sikur nuk e shihte gjithë këtë ose sikur nuk donte ta pranonte. Fjalët e tij dolën me shumë emocion, sepse duke I qartë që e kishte mbajtur këtë pakënaqësi brenda për një kohë të gjallë. Ai nuk donte më të heshte dhe ndeu nevojën të thoshte hapur atë që mendonte. Për të, problemi nuk ishte vetëm situata në vetvete, por edhe fakti që Miri nuk po e pranonte realitetin sipas mënyrës si ai e shihte. Miri, nga ana tjetër, reagoi më I qetë. Ai nuk e ngriti tonin dhe u përpoq të përgjigjej me një qëndrim më të kontrolluar. Në vend që të hynte në një debat edhe më të ashpër, ai tha diçka që habiti disa